Përshëndetje të nderuar miq të Radio Kosovës. Në të kënduarit e saj shpalosej pastërtia kulmore e vokalit. Imazhi aq i rafinuar prej artisteje, cilësitë e saj autentike dhe i gjithë origjinaliteti artistik që kërkon fuqia e lartë krijuese, përbënin plotësimin e munguar të kulturës muzikore shqiptare. Ishte pikrisht ajo, Nazmie Hoxha, finesa artistike së cilës përputhej natyrshëm me madhështinë folklorike dhe në vetë kordat e saj ndihej përmbushja e nevojës artistike të vetë një populli. Të nderuar miq, emisionin e sotëm ja dedikojmë artistës sonë të vlerësuar Nazmie Hoxha, këngët e së cilës edhe sot ruajnë të njëjtën fuqi për të mbërthyer dëgjuesit. Është po kënga e saj që edhe sot shërben si modeli më i mirë i ruajtjes së standardit të lartë në krijimtarinë muzikore. Nazmie Totaj Hoxha lindi më 15 tetor të vitit 1952 në fshatin Gjonaj të Hasit të Prizrenit dhe ishte e para nga 5 fëmijët e Naile dhe Alush Totajt. Ndonë se mentaliteti i kohës ishte shumë i ashpër dhe kushtet ekonomike ishin të vështira, modeli i parë inspirues në jetën e këngëtarës Nazmie Hoxha u bë pikrisht i ati saj, i cili, duke lejuar, por edhe nxitur shkollimin e së bijes, bëri që këngëtarja të ishte vajza e pare e asaj zone që u arsimua. Dhe jo vetëm kaq. Pasi ajo përfundoi klasën e parë, i ati vendosi të niste një periudhë të re jetën në Prizren në mënyrë që të mundësonte fëmijëve të tij kushte dinjitoze të jetës, shkollimit dhe formimit të tyre. Mënyra se si rritej një vajzë në atë kohë ishte krejtësisht e papranueshme për zotri Totajin. Baba im nuk u pajtua me këto dukuri asnjëherë dhe mori familjen dhe u shpërngul për në Prizren. Atëherë unë isha vetëm 8 vjeçe. Ndonë se jati saj ishte një burr me mendësi përparimtare, njëjtë nuk ishin edhe njerëzit përreth tyre, më saktësisht vllai i tij, apo xhaxhai i Nazmie Hoxhës, që edhe të kënduarit femror e konsideronte si turp për shoqërinë. Pikrisht për këtë, poeti Faruk Tasholli ndan me ne një kujtim aq delikat, rrëfyer nga vetë këngëtarja. Kur ishte vogël, thoshte Nazmia, derisa po këndoja me oburrin e shtëpisë në Gjonaj, më dëgjoi xhaxhai im. Dhe pa një pa dy, reagoi si në përflak pushke. Ngani gjene një shami dhe qetja një qikës në krye se na shkoi fytyra. Një personalitet si Nazmie Hoxha nuk do të binte prej kufizimeve të tilla as në moshë të hershme. Kështu, ajo vazhdoi shkollën e mesme të mjekësisë në Prizren dhe shpejt u bë edhe antare e shoqërisë kulturore artistike Agimit të Prizrenit, me të cilët do të merrte pjesë në shumë koncerte dhe aktivitete të ndryshme artistike. Më vonë, ajo do bëhej pjesë edhe shoqërive të tjera, si Emin Duraku, Shtjefën Gjeqovi apo edhe Kastriotët. Ajo gjithashtu do të zhvillonte karrierën e saj edhe si soliste e radio-televizionit të Prishtinës, e madje edhe si përfaqësuese e saj në shumë koncerte jashtë vendit. Nazmie Totaj është këngëtare e popularizuar. Shoqe Nazmie, sa vjet këndoni? Unë këndoj që 3-4 vite.
Sa këngë keni incizuar deri më tani? Kam incizuar një 6 apo 7. A mos keni rastisht ndonjë disk? Jo, ende, po mendoj tash kohëve të fundit me incizu. Kam dëgjuar se punoni në bibliotekën e fshatit. Po. Sa libra ka në këtë bibliotekë? Në këtë bibliotekë ka gjithsej 5.000 libra, prej të cilave 4.000 në gjuhën shqipe. Çka lexohet më së shumti? Më së shumti lexohen librat për fëmijë, po lexohen edhe romanet mjaft, të cilat ka mjaft prej tyre shumë të bukur. Pjesa që sapo dëgjuat është ndër paraqitjet e para mediatike të Nazmie Hoxhës dhe ishte vetëm 17 vjeçe. Kompozitori i mirënjohur Ramadan Ramadani dhe njëherësh ish antari i orkestrës së Kastriotëve kujton vitet e bashkëpunimit me Nazmie Hoxhën dhe koncertet e tyre të shumta në kuadër të kësaj shoqërie artistike. Nazmien kom pas rastin ta njoh kur ajo vinte në shoqërinë muzikore Kastriot në Ferizaj. Ishte e mirë pritur në Ferizaj sepse ishte një këngëtare shumë cilësore. Unë nuk kom pa një këngëtar aq e pasionuar ndaj këngës popullore shqipe si Nazmia, që me aq dashuri e këndonte, e kultivonte dhe aq bukur e këndonte. Koncertet e saj të para i pati me shoqërinë kulturore Agimi, ndërkaq me Kastriotët në vitin 1979 për herë të parë udhtoi në Shqipëri dhe përshtypjet e aktiviteteve të tilla muzikore ishin mjaft të forta, aq sa përcjellin shumë emocione edhe sot kur kujtohen, e veçanërisht kur bëhet fjalë për pritjen ashtë ngrohtë dhe plot admirim që publiku i bëri një artisteje si Nazmie Hoxha. Çdo kënd priti me entuziazëm, me shumë dashuri. Në Kokës mendoj e filluam në mbrëmje koncertin, i tërë qyteti kishte ardhur në ambient të hapur, në natyrë. Këndonte Nazmia, dëgjoj qetësi, çdo fjalë e saj, çdo ton i saj e përjetoi bukur nga publiku, ndërsa në çdo refren ovacionet, do trokitjet u shtonin, valonin, jehonin në ato ambient. Kur si arre ato momente ashtë e bukur. Interpretimi këngëve si Dasho Shkreli, këngë për Tefik Qangën, Kur e përcolla Ylberin, e të tjera nga Nazmie Hoxha bën për vete publikun shqiptar, i cili nuk vonoi të kthehej në një adhurues besnik të këngës së saj. Fal performancës së Kastriotëve dhe vetë performancës së Nazmie Hoxhës, organizatorët kërkuan që të përfaqësoheshin nga ta në për të gjitha qendrat kryesore të Shqipërisë. Që në fillim në Shkodër na pritën, na drejtuan në shtëpinë e Vaso Posh Shkodranit, ishte një shtëpi muze, na vendosën në balkonin e bukur të asaj shtëpie dhe për ne erdhën këngëtarët e mirënjohur, Florinda Gjergji dhe Bik Ndoja me estradën e qytetit Shkodrës dhe kënduan për ne aq bukur. Një mirëpritje tepër e këndshme. Në mbrëmje, pas atij momenti, shkuam në teatrin Migjeni dhe bëm një provë. Fillimisht kur i po ne ishim kështu mjaft ri. Kur i pam të gjitha ata emrat e njohur që i kemi dëgjuar edhe kemi admiru, vërtet kishim një lloj treme. Mirë po, koncerti ishte jashtëzakonisht i bukur në mbrëmje. U pëlqy shumë. Në mas të madhe ka kontribuar edhe Nazmia me këngët e saj të mrekullueshme që u mirëpret tepër mirë në Shkodër.
Jo veç me atë rast, ku në Shqipëri, po ajo vetë shpesh herë në koncertet tona që organizohen. Në Ferizaja, po në vende tjera, ka qenë ajo. Me shumë knasi vente dhe me shumë përzemërsi priti nga të gjithë anëtarët dhe që e kristianët. Nuk ekziston fjallë për me përshkru aq shumë lartë e që. Them se edhe njerë po e përsëris, unë nuk kom has të një këngëtore që aq shumë e donë dhe e përjeton këngën e bukur shqipe si ajo. Shumë shpejt, Nazmia Hoxha do niste rrugtimin e saj artistik duke marrë pjesë në shumë festivale të kohës, brenda dhe jashtë vendit, duke u shpërblyer gjithmonë me çmime të ndryshme, por duke gjetur gjithmonë një dashuri dhe respekt në rritje nga ana e publikut. Këngët e saj të para ishin Ylli bardh, djali dashur, qetësia lartë mbretëron mbi ne dhe sa më shpejt ma vure këmbën. Ajo mori pjesë për herë të parë në festivalin Zërat e Ri një ish Jugosllavi, ku përfaqësoi Radio Prishtinën. Pastaj mori pjesë në akordet e Kosovës në vitin 1972 për herë të parë dhe më pas pothuajse në çdo edicion tjetër. Në fillimet e saj, mori gjithashtu pjesë në festivalin Kosovaria këndon si antare e shoqërisë Minduraku, duke u shpërblyer me çmimin si debutantja më e mirë. Në vitin 1980, ajo sërish shkoi në Shqipëri, por kësaj here bashkë me grupin e artistëve të Radio-Televizionit Prishtinës. Kishin kaluar vetëm disa javë që nga vdekja e intelektualit të shquar shqiptare Qerem Çabej, dhe bashkëshorti i saj nuk vënoi që të krijonte një këngë të veçantë dedikuar atij. Është tronditur e gjithë malësia. Poeti Faruk Tasholli dhe njëkohësisht mik i afërt i familjes Hoxha kujton për shtypjen e parë të mrekullueshme që i la dëgjimi këngës në Prishtinë, ndërkohë që bëheshin provat para se të niseshin në Shqipëri. Kompozitori i kësaj kënge ishte Tomor Berisha, ndjekur nga orkestri i Radio-Televizionit të Prishtinës. Një ditë më pas, me po aq admirim e padurim, zotri Tasholli priste të dëgjonte në Radio Tirana këtë këngë që në fakt nuk u transmetua. Duke kërkuar të dëgjoj në radio koncertin ose dhe emisionet të tjera, hasa në koncertin që mbahi në Tiranë. Mirë po, derisa konferencieri që ishte atëherë Faik Hima, i prezentoi 3 këngë që do t'i këndonte Nazmia Hoxha, vetëm 2 interpretuan, e treta mbeti bosh, do thotë e pa interpretuar. Kjo e treta ishte pikërisht kënga për Çabej, e cila nuk u dha. Dhe unë meta me atë brengëm se nuk u dëgjua kjo këngë, ose rastësisht është këputur nga incizimi ose diçka tjetër për shkaqe teknike. Kur erdhi Nazmia nga Tirana, u interesova për këngën. E mërzitur më tha se këngën e ka shkëputur nga koncerti redaktori i Radio Tiranës. Arsyeja ishte, siç është justifikuar edhe ai më vonë, se kjo këngë nuk është dashur të këndohet për arsye se më mirë do të ishte që të këndohej nga Shqipëria të bëj, ose s'ka pas guzim ai autor që ta lëshoj në radio, për shkaqe ndryshme atëherë të për ndjekjeve ideologjike të tjera.
se një këngë e tillë e rëndësishme u mundua të censurohej për shtypja që ai interpretim la tek publiku shqiptar mbeti i paharruar ndër vite. Për këtë dëshmon sot edhe vetë drejtoresha atëhershme e kulturës në qytetin e Shkodrës, zonja Valdete Kraja. Në Shkodër kanë ardhur disa grupe artistike nga Kosova. Ata janë mirë pritur me i dashuri të zjarrt e të thellë nga populli i qytetit Shkodrës. Janë mirë prit se vindrat të parë vinin nga Kosova. Ishin fëmijët tonë, ishin djemë dhe vajzat tona këngëtare që me aq dashuri e zellë, me aq cilësi artistike i këndonin këngët e tyre. Programet e tyre ishin të mbushur me këngë atë të dashurie, patriotizmi, i këndoshin figurave më të ndritura të kombit tonë. Më një herë, në pallatin e Spotit, kishin ardhur një grup artistik nga Kosova. Këngëtarët ishin më të mirë dhe më në zotë të Kosovës. Salla ishte të i mushur, populli i priti me dashuri të madhe dhe duar trukitje të mëdha, me gëzim të paparë. Në atë program, më kujtohet, këndoi edhe këngëtarja Nazmia Hoxha. Ishte një këngëtare mirë, këndoi një këngë për Ekrem Çabejn, me këndoi me dashuri, me mirënjohje, me ngrohtësi, edhe këngën e saj populli i trukiti gjatë për cilësinë artistike të interpretimit, e përcolli me shumë dashuri e mirënjohje, për ngrohtësinë dhe klasin që përcolli. Ky vlerësim ndaj këngës e Ekrem Çabejt u shpreh edhe në disa reportazhe të kohës. Publiku i Korçës, me shije të stërholluar muzikore dhe me traditë të gjatë në kultivimin e këngës popullore, i priti me entuziazëm solistët tanë, e sidomos i pëlqeu këngët kushtuar Ekrem Çabejt dhe potpurinë e këngëve kosovare. Është vështirë të thuash të cilësosh këngëtarët se cili që më mirë, se interpretuan të gjithë me dignitet. Nga shoqja këngëtare Nazmia Hoxha deri tek këngëtari i talentuar i njohur tashmë për publikun ton Luan Hajro. Për më tepër, ishte edhe vet Alex Buda, i cili shprehu interesimin e tij për të takuar këngëtaren dhe për të pasur incizimin e këngës, si dhe tekstin për Ekrem Çabejn. Alex Buda shfaqi dëshirë të takohet me drejtuesit e grupit ton, si dhe me solistën Nazmie Hoxhën, e cila interpretoi këngën kushtuar mikut të madh të tij Ekrem Çabej. Alex Buda u falenderua për interpretim drejtës të këngës dhe u lut të sigurojnë tekstin dhe incizimin e kësaj këngë. Cilësitë as të veçanta të një këngëtareje si Nazmie Hoxha nuk kanë kaluar pa u dalluar dhe vlerësuar edhe nga kolegja e saj e kohës dhe kompozitorja e mirënjohur Pranvera Badivuku. Nazmia Hoxha, si këngëtare, ka lënë gjurë me interpretime tepër cilësore dhe të bukura të këngës popullore. Me shumë pasion dhe dashuri e ka kultivuar duke i dhënë ndjesi me ëmbëlsinë e zërit të saj, pastërtisë intonative, këndim të pasforcuar, të natyrshëm, dikcion të qartë dhe kështu realizimet e këngëve të saja gjithmonë ka qenë të suksesshme. Dy artistet bashkëpunuan në krijimin e dy këngëve, si Shkurt e vogël heroin, me tekst të Ferit Ramadanit dhe Një ditë në Marash, të cilën jeni duke e dëgjuar në sfond, me tekst të Nehat Hoxhës, pena të cilit ka krijuar shumë tekste me vlerë edhe për artistë të tjerë shqiptar. Në veçanti, zonja Badivuku kujton interpretimin aq emocionues të Nazmie Hoxhës të kësaj këngë.
Nazmia me shumë sukses dha një interpretim të bukur dhe shumë emocionues, duke I dhënë shpirt këngës në vargjet e bukura të thurura nga Nehati. Për marrashin e bukur rënd Skalas të Prizrenit, por me një porosi të qartë në refren të këngës, ku thot: me këngën e gushë kur nuk ndalet rita, me këngën e gushë s'ka si erët dita. Nazmia ishte një këngëtare e shquar që me interpretimet të saj vullosi shumë këngë të krijuara nga kompozitor kosovar me originalitetin gjatë interpretimit. Këngët të saj ndëgjohen me andje, ka qenë dhe mbetet një këngëtare e adhuruar. Nazmia Hoxha realizoi 2 albume, Oj Zogo, më 1984 dhe Zogu I Diellit, më 1988. Dhe në të dyja, si edhe në çdo incizim tjetër, ajo I kushtoi rëndësi madhore ruajtjes së zhanrit popullor të këngës. Këtë aspekt e vë në pah edhe gazetari dhe njohësi I mirë I kulturës muzikore Sami Piraj. Nazmia Hoxha, një soliste që me gjuhën e skenës I themi veterane e këngës popullore. Themi popullore sepse ajo I ndajti besnik këtij nocioni, e kultivoi atë për dekada dhe më shumë admirim I regjistroi ato në shiritat e menjët të funit në studion e Radio Prishtinës, përkatësisht të Radio Kosovës. Dhe vërtet, si thot zotri Piraj, Nazmia Hoxha la një fond të mrekullueshëm të këngëve të gjenisë së këtij visari të këngës son dhe për më tepër, ajo I qëndroi besnike parimit për të jetuar me muzikën dhe për ta zhvilluar atë brenda standardit më të lartë, duke mos lejuar të ndikohet nga përfitimet afatshkurtra që sot dëmtojnë thellësisht cilësinë krijuese. Ruajtja e kësaj trashëgimie është një akt që kalon për masat profesionale dhe nga rend në ato patriotike dhe kombëtare, thot zotri Piraj. Nazmia Hoxha kishte një vokal të kristalt, asnjëherë me lajthitje intonative, stabil në diksion, shumë të qartë. Ka të radhët që çdo fjalë e ka të qartë dhe dëgjon me shumë pasion. Fraza e saj është e konsoliduar. Ajo ndjehet në çdo këngë. Pavarësisht se tonalitetet e këngëve janë të nduarduarta, aty ndjehet mënyra qasjes së solistës me pasion. Stabiliteti në të shprehur është forca dhe mënyra origjinale e këndimit të saj. Nazmia Hoxha ishte një shkollë më vete, një model I përkryer I jetësimit të zhanrit të saj muzikor. Prandaj, populli ndihet I përfaqësuar nga vokali I saj dhe jo më kot në kuadër të festivalit Hasi Jehon. Për çdo vit jepet çmimi Nazmia Hoxha për këngëtaren më të mirë. Unë do them se Nazmia Hoxha nuk këndon me logjikën e këndimit të impostuar, që është karakteristike e këngëtarëve të së këndimit. Përkundrazi, ajo posedonte një brum të këndimit shumë popullor, ku I përgjigjet logjikës së afrimit të këngës më afër masës dhe ngjyrës së pëlqimit tek masat. Si rrjedhuj e gjithë kësaj, edhe festivali I këngës së folklorit Hasi Jehon e ka çmimin Nazmia Hoxha që I jepet këngëtarës më të mirë të festivalit për çdo vit. Për rëndësinë e këtij çmimi dhe për kujtimet e viteve të fundit të bashkëpunimit me këngëtarën, na flet vetë drejtori I këtij festivali, zotri Aziz Hodaj. Besoj në botën shqiptare njihet një ndër zërat më të mirë që ka pas Shqiptaria, Kosova, sidomos.
është njëra ndër këngëtarët më të dëgjuara në vitet 70 deri në vitin 2000. Është një këngëtare që konsiderohet ikonë në Has. Ne pas vitit 2000 me rastin e reaktivizimit të festivalit Hasi e Hon, e kemi ftu që ajo ta hap festivalin, ta jetë prezente në edicionet e festivaleve deri në vitin 2005 kur ka vdek. Dhe pas vdekjes saj ne kemi akordu çmimin më të mirë për këngëtar më të mirë të festivalit, si çmimi Nazmie Hoxha Totaj. Zotri Hodaj përcjell tek ne kënaqësinë dhe mirënjohjen që këngëtari e shquar ndjeu kur mori ftesën për të bërë hapjen e festivalit Hasi Jehon, duke nderuar festivalin me prezencën e saj të vazhdueshme deri në fund të jetës. Si mund të mungonte në një festival të tillë Nazmie Hoxha, ikona e muzikës popullore dhe krenaria e madhe e zonës së Hasit. Ajo mbi jashtëzakonisht e kënaqur, e vlerësuar me ftesën që i bënëm na për festival, dhe na festival ishte në vitin 2002 apo 2003, e ka bërë hapjen e festivalit, ishte bilet bashkë me të ndjerën tjetër në një pagarusha në festival. Ka qenë vazhdimisht kontakt me ne pas viteve 2000 dhe e ka vlerësuar jashtëzakonisht shumë festivalin Hasi e Hon, njëra ndër ngjarjet e mira kulturore në Kosovë. Ne krenohemi me emrin e saj, me zërin e saj, me tabitorat e saj në vitin 70-ta, që thash njihet si një ndër ikonat e muzikës shqiptare. Por, përveç prezencës së saj ikonike në skenën e muzikës shqiptare, si ishte Nazmie Hoxha si mike, si nën? Sigurisht, disiplina e saj si artiste dhe rëndësia e të qenit parimore do ishte edhe reflektimi i disiplinës së saj në raport me rritjen e fëmijëve. Askush tjetër nuk do të mund të na rrëfente për këtë më mirë se sa vetë bija Doruntin Hoxha. Ka qenë shumë e butë edhe shumë e rapt në të njëjtën kohë. Do me thonë, ti ka ofru gjitha mundësit edhe të kalon hapsin, edhe të ka shty shumë, ka qenë shumë inkurajuse, mirë po të njëjtën kohë, ka lyp punë të pastër, unë e di e mbajnë men, këty në herë edhe unë e kom këndu pak, edhe me te u ushtrojshim her pas here, e ka qenë kogja strikt në aspektin që ka kërku punë, ka kërku mund, mirë po në të njëjtën kohë ka qenë ekstremisht shumë inkurajuse, edhe të ka shty shumë për para. Një artiste që ka arritur madhështinë përmes natyrshmërisë artistike dhe njerëzore, si dhe mungesës së plotë çfarëdo lloj sforcimi, është munduar që parimin e modestisë ta përcjellë edhe tek fëmijët e saj. Modestia është hynore, gjithmonë ka qenë, ka thonë, pavarësisht çka të bëjsh, ne jemi njerëz spari. Pavarësisht çka kemi mbri, na jemi njerëz spari. Gjithmonë apëden më ka mësu që me i mbajt kënd për toke edhe me respektu njeriun si njeri, jo prej arritjeve ti. Ato e cilësoj mas shumë dhe haloja kom si princip dhe mundohem me zbatu për çdo ditë. Por, si ndihet sot vajza e saj, kur dëgjon sërish këngët e mrekullueshme të nënës, cilësia lartë të cilave bën që ato t'i mbijetojnë në vazhdimsi kohës. Ka njëherë më vjen shumë me mall i ndëgjoj, edhe bile shpesh edhe duna me ndalë në gjysë se përmallona shumë. Mirë po shumicën e kohës jam veç thjesht krenare, jam jashtëzakonisht shumë krenare, m'bohet zemra mal kur i ndëgjoj edhe tri që po mundohen me ri për tri pak ose me kthy atë këngën popullore, të bukur shqipe, që jemi mësu ta njëjtën me ndëgju, jam jashtëzakonisht krenare për. Pozitiviteti dhe karakteri i hareshëm i këngëtarës Nazmie Hoxha ishin cilësi mbizotruese të natyrës së saj. Tiparet e tilla të lindura i paraprin ndjenjes së begat që i hap rrugë krijimtarisë folklorike e shpirtërore.
një jetë personale ka qenë ekstremisht shumë e harreshme dhe gjithçka e ka marrë tuqi. Gjithçka e ka marrë me këngë, ka këndu kur është gëzu, ka këndu kur është kohën e përmallume, ose për prindrit, ose për çka do që ka ndodhur, ka këndu gjatë gjithë kohës, ka qeshë dhe ka këndu. Edhe sopranoja Jone Mirnjohur dhe njëherësh mikja e këngëtares Nazmije Hoxha, Shpresa Gashi, kujton me nostalgji për pozitivitetin e mikës së saj, aftësitë e natyrshme për të tërhequr publikun, por edhe qëndrueshmërinë e saj të hekurt përballë këngës. Më kujtohet që populli ka dashur shumë, ka qenë këngëtare popullore shumë e mirë, e dashur për popull. Më kujtohet unë kom shku vetë disa herë te Kroni Mbretit, ka qenë shumë e përhershme aty të një lokal që ka këndu gjatë, edhe buri saj në hati na prit këtë dera aty, mirë se keni ardhur se ishte veç që përhershme si zoj shtëpije isha aty, na prit këtë gjithve. Unë kom shku disa herë me ndëgju. Ka rastis një herë edhe në Ulqin bashkë kem këndu, por mësej policia e atjehit, ishte kohë represioni. Në ndërpren, me disa këngë e kanë pritë shumë mirë. Unë ma shumë vajtejsha, aty mjau, ajo e kalke. Mësej unë kalova hotel Lida, aty ku kerdhen morën korona ishin atër aktual, e ju vyke tjetër reportar, kështu që i trattova, unë i lashët. E ka dasht populli, ka dasht shumë popullore ka qenë. Ka pas një burni, ajo e ka durun, ka pak për dalim nga unë që unë e alkoholin, s'ko pas ta kacë. Nëse kom kërku pak e më halakat, jam trullavë. Ajo ka bajt si burnesh, edhe s'është vrejt, mëse o që ka këndu, si mës kish pijas një gotë. O konë ma burnesh se burri. E tillë ishte këngëtarja Nazmije Hoxha, një ikone pashuar e muzikës popullore, një tingull që puthitet aq natyrshëm me folklorin si një formule vendosur, një zë që me aq lehtësi i flet ndjenjës, shpirtit, si dhe idealit ton. Krenar që e kishim një artiste si Nazmije Hoxha, dhe po aq të nderuar dhe të përmbushur që kënga e saj do të vazhdoj të përcjell vlerën më të lartë në gjeneratat që do të vinë. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetëshi. Unë jam Flora Durmishi. Realizimit teknik Driton Bunjaku. Veç atë